Përshëndetje, nga kuzhina e Nerit, sot kam vendosur përgatit një ëmbëlsirë të shpejtë, shumë çështme që ja vlen ta provoni se cila motër. Krejt që kanë nevojitën prej përbarzve janë 2 vezë, 3 lugë të gjellës me kakao, një pluhur përpjekje për ndryshe pra peciv, një sheqer vanile, një gotë e 250 ml pra një tazë, kështu si shpeshefni me sheqer, po ashtu i njëjti tazi 250 ml me qumësht të ftoft, një gotë të çajit me arra të blume, një gotë të çajit me vaj, gjys gotë të çajit me ujë të nxehtë, edhe një gotë ose ky taz i 250 ml e gjys me miell. Tepsin e lyna me vaj, pra në masi 32 cm, edhe bismillah fillojna me njëherë me përgatitjen. Në një jenë të thellë, hedhim 2 vezë, shtojna sheqerin, edhe një sheqer vanile. Furrën e kemi çuar me nxehtë, temperaturën 180 gradë. E qesim pra një sheqer vanile, edhe i tundin pra vezët me mikser. Derisa të bëhet një mos kremuar. Basi i kemi rrahur pra edhe vezë me mikser, bëni një mos kremoze, tashti vazhdojna me vajin. Qesim pra një gotë të çajit me vaj, mandej shtojna qumshtin, ujin e nxehtë, marrim arrat e bluara, marrim tashti miellin, edhe mbushin këtë tazë, një tazë gjys për me, tek gjysma e gotës, tashti ose tazën e marrim një pluhur përpjekje. Edhe përdina. Shtojna edhe gjysmën e miellit që kemi përdit bashkë me pluhurin përpjekje të ndryshe pecive. Edhe shtojna pra 3 lugë të gjellës me kakao. E kemi përzin edhe brumin, tashti e nali mikserin, furra është nxehur shumë mirë, tepsin pra kemi lynë me vaj, ose e lynë me gjallë, me çka të dëshironi ju, edhe bismillah e hedhim brumin e tepsinit lynë me vaj. E shkundim tepsin që shto me duar edhe e fusim me njerë në furrën e nxehur temperaturë 180 gradë. Derisa të pjeket pandisponja, tashti marrim pra gjys litre me halta, ose shlagzane, pra 500 ml në Gjermani, ose këto gjys litre pra nga kjo kutia e madhe. Një sheqer vanile edhe kokos. Tundim spari këta halta pra me një sheqer vanile derisa të fillon me u trash. Kjo halta të sonë është pra me sheqer. Jo atje në vend të sheqeri që s'keni pra në shlagzane, duhet një shtu 2 ose 3 lugë të gjellës me sheqer pluhur. Për Gjermani është fjalla për shlagzane, se që ata është pashive. Basi e kemi tundur edhe këtë halta, tashti e largojna mikserin. Marrim tashti kokos. Shtojna 300 gram deri në 400 gram pra me kokos edhe i përzina pra me lugë.
Mbasi kemi përzi me lugë mirë, tash prapë tundim me mikser edhe një 2 minuta. E kemi nal edhe mikserin edhe shifni sa bukur duket kjo. Kjo halta që e kemi përzi me një sheqer vanile edhe kokos pra. Mu më pëlqen kokosi shumë edhe ka një shije fantastike për mu është tjavëja, tash nuk di juve. Tash e lojna në frigorifer elen, pra deri sa ftofet edhe pandisponja. Mbas 25 minutave, se gjithmonë e shikojna me një rëmujse, pra kur brumi nuk ngjitet atëherë edhe pandisponja është pjekur. E nalim shpëretim, e lojna që të ftofet pandisponja. Pasi pandisponja është ftofur, tash me rëmujse ja bojna qështu pak vrima në gjitha ondë. Edhe e marrim një gotë 200 ml, ose ja qesim pro halta, unë qështu kom halta, ose ju mundin me ja qitë pashtu qumsht, cilën ju të dani. Këtë embelsirë për ndryshe torte, mundin me qitë për çdo festë që keni, ditëlindje ose çfarë do lloj feste ose për çifi, si unë tashtë. Marrim tash bismillah 200 ml pra me halta, ose ju qumsht edhe ja kthejna pandisponjes për minë që tha onë që t'ullet. Tashti e marrim pra që kemi përgadit, halta me kokos edhe ja qesim për mi. E shtrina mirë, edhe kretin në fund, ja qesim 100 gram çokoladë të shkrier pra me një 2 lugë të gjellës vaj e kemi shkri në një të ngjyret vogël ose në një gjezve që shdoni. Ka shije perfekte që e lejmë të provani pra si cila mutër. Se kurse për qefi ashtu edhe për një rast festiv. Mu më pëlqen shumë pra si shtash në fillim kokosi, kështu që mbrohet edhe për juve tash. E shtrina kokosin me halta pra gjitha onë mirë. Mbasi e kemi shtri kokosin mirë, tash bismillah pra ja qesim ose ja hedhim 100 gram me çokoladë të shkrier pra me 2 lugë të gjellës vaj. E kemi përzi çokoladën pra mirë deri sa u shkri pra pa ndërprer që mos të ngjitet. E shtrina çokoladën për mi. Ja kemi shtri çokoladën gjitha anë, tash e marrim edhe ja pastrojna kështu pak qoshet, e fusim prap në frigorifer, mu dëni për një 30 minuta pra, me lënë frigorifer, edhe me bo prerjen, edhe mju knoq. Mbasi është ftofur edhe tortja për ndryshe embelsira, e kemi bo edhe prerjen kështu, formë katrore.
e qesim në për pjata, kështu që neve në beft mirë, juve po ashtu nëse e provoni. Ja vlen ta provoni, super e shishme edhe e letë në përgatitje. Faleminderit për përkrojnë që ma bëni, komentet e bukra, deri në recetën e radhës. Nga kuzhina njerit ju them, miru po fshim.